Për herë të parë formacioni më i mirë i javës ka një shtrirje të madhe skuadrash. Në 11 virtual kemi lojtar nga 7 skuadra të kategorisë superiore. Në port rikthehet portieri Laçit Vashaku, që me pritjet e tij ka qenë pjesë e suksesit të bardhëzimit ndaj Dinamos. Bashkë me të një vend në formacion meriton dhe Buljan, që është vendosur në të djathtë të mbrojtjes. Në të majtë është serbi Gvozdenovic, që me grintën e tij ka dhënë gjallëri lojës së Tiranës. Në qendër janë Sheta dhe Rajovic. Mbrojtësi të Autos ka qenë i saktë gjatë gjithë takimit, dhe nëse nuk do të ishte ai goli i Vishet në minutën e 88, merita e barazimit do të ishte gjitha për të. Të njëjtën performancë bëri dhe Rajovic, dhe nëse Vllaznia nuk humbi takimin, merit të madhe ka dhe Malazezi. Përpara mbrojtjes është Lena, katalizatori i lojës së flamurtarit. Ndaj Besës ishte perfekt në detyrat mbrojtëse, por dhe ato sulmuese, duke pasur meritën më të madhe te goli i parë. Në të djathtë të mesfushës nuk mund të mungojë Progni, që me 2 golçin e tij solli emocione të mëdha në Vlorë. Në krahun tjetër është Muçollari, që me lojën dhe golin e tij dhuroi një pikë të vyer Kastriotit në luftën për mbijetesë. Sulmi i përket 3 lojtarëve nga skuadra të ndryshme. Hyka, që është grumbulluar me kontaren, fal golit të tij vendoset të majtë të sulmit. Në të djathtë është Argentina si Soza, që po një arritje të formës së tij nga java në javë. Maja Sunit dhe Konxhevair Sukaj, që me lojën e zhvilluar po lënë një veterani Sinani. Edhe këtë javë trajneri i këtij formacioni është Stavri Nica, që udhëzoqi skuadrën e Laçit në suksesin ndaj Dinamos. Në fund, lojtari më i mirë i këtij formacioni vlerësohet Progni, që ndaj Besës dhuron 2 pera të denja për kompeticione të një niveli më të lartë.